Apo I përgatitet Albin Kurtit eliminim fizik. Kur pini këta të opozitës se çka thojnë, t'len me mendu shumë herë që është ka I përgatitet diçka. Vesh ngone çka thet një. Jeni të sigurt se edhe po ta votoj ky popull, qeveri nuk do të ketë me Albin Kurtin kur nuk do të bëhet kryeminist I Kosovës edhe 100% do të votohet. Kur thet edhe nëse votohet 100% Albin Kurti nuk bëhet kryeministër. Ky është njëri, prom e ngova Bedri Hamzën, I 100% edhe ai të njëjtat fjalë sikur ky. Albin Kurti nuk do të jetë më kryeministër. E ngova Enver Hoxhën, të njëjtat fjalë Albin Kurti I sigurt që nuk do të jetë kryeministër. E ngova Vlora që kam në Qitaku, Albin Kurti nuk do të bëhet kryeministër. Qysh nuk bëhet Albin Kurti nëse populli voton 100%, edhe ai s'mundet më bëhet kryeministër. Me thonë veç do të me eliminu. Se tjetër, sen unë nuk e di çka mundesh me bë për mos me lanë më bëhet kryeministër. Në demokraci, kryeministër bëhet çaj që fiton më shumë ti vota. Anë qofse e jek qafësh, se Hasan Prishtinën që kanë vra, e se shumë tjerë, patriota tjerë që kanë vra, na veti kena vra, shqiptarët I kena vra, e ato së bëhet më kryeministër. As deputat, as kurrë. Ama më qumë krejt opozita, me thonë njëjtat fjalë, me shpërndarë një propagandë që Albin Kurti nuk bëhet kryeministër, kjo është me përgatit popullin që edhe nëse eliminohet fizikisht, jo mos e keni gale se na jena këtu, na ju mbrona. Ideja kësaj propaganda që është ka bëhet, është me qëllimin e një që ta largojmë Albin Kurtin gjithçysh me çdo kusht, me çdo mënyrë, ta eliminojmë prej skenës për me ardhë këta hajna se janë 4 miliard në pyetje. Kur është në pyetje 4 miliard, këta të eliminojnë me Hungarë dhe ndryshe, po me Hungarë dhe ta të eliminojnë. Ta të cakatojnë edhe me Hungarë dhe të cakatojnë. Ja, kur është në pyetje 4 miliardë, ta të përbinë, që që kanë përbinë Kosovën 20 vjetë, me hajnie me sana. Nuk shkon kështu politikë, nuk shkon kështu në demokraci. Menimi I parë që shkon në opozitës, për me ardha ata në qeveri, do të me eliminu Albin Kurtin tash. Ece beson në ata gjendë që nesër nuk të eliminojnë edhe ty, edhe mu, edhe tjetrin, që ju del për para, këta veç e eliminojnë. Nuk shkon kjo mendësi e kos gurë të burë. Për që ata marrën zgjedhje, për që ata shumica fiton. Nëse nuk fiton Albin Kurti me vota, unë e pare I ka më që me e bon për hajrë. Unë s'menoj më ju eliminu. Ja voraj fitoren, banë qeverien, hesni për para. Ama, 1-2 krejt në çdo prej 7 mëngjesi deri në ora 12 natës, krejt televizionet, Albini nuk bëhet kryeministër, Albini nuk bëhet kryeministër. Krejt gazetar, krejt analista, krejt ta kandidat të opozitës që janë për lista, krejt njëjtën bisedë janë të thonë, Albini nuk bëhet. Qysh nuk bëhet të burë Albini kryeministër kur I merr 600.000 vota? Pra jo me 12%, po mendoni më bëhet kryeministër, Albini s'bëhet kryeministër. Pse mos më bëj kryeministër e pse jo më bën kryeministër? Ajt veç kallzonën pse jo më bën me 12%, ai mos më bën kryeministër me 70% të votave shqiptarëve. Nëse ka dikush që në del në të më kallzon, se jo po anina ai populli nuk është bodall. Jo po na do të me ardh, po do të me dash populli për me ardh ti. Nuk mundesh ti me zërt me ardh me bën qeverien. Do të me pas besim të populli. Populli nuk është ka I beson, jo me zart, me luftë civile, po doni me ardh më bë, me marrë qeverien, po nuk shkon ashtu më burë.
Nuk jenë 1900 e dëmajtën, asë në 1945 nuk je. Ka jetë senet për para, hes një edhe ju, ndryshën një mentalitet, munduaj opozit me bind, me pun, qka keni me ba. Hala që 6 muj dit nuk e kum një une, asë një të opozitës të folë dishka për një program qka kanë me ba. E një Lumner Abdigjikon thët 50% ka me rritë kejtë senet. Njëjtë atë sene, Bedri Hamza 50% ka me rritë krejtë senet. Po shka ki me rritë burë? Kalzana, veshka, qyshe rritë, shka bane, tek bane. Qëtë fjole kanë mësu për mesh, ka me rritë në 50%. Jo po monëm për fjole, jo tani kur po hyp një atë në qeveri tani mo 4 vjetës po ka kush që është dryp mo, edhe luf me bon nuk uli poshtë mo. 4 vjetë më dhoja me hup. Për 4 vjetë Albini të boni, për 4 vjetë të boni budgetin 4 miliard. Për 4 vjetë të noli referendumin e shkive, për 4 vjetë të noli votimin e shkive në Kosovë, për 4 vjetë të noli plakat e Serbije se hinshin në autobusa me sene kur dëshin, për 4 vjetë të noli Vučićin nuk pëgëzë me ardhë në Kosovë, kur? A për para me Juve Vike, për 4 vjetë e shliroj Mitrovicën cepëm cep, që mundet kush do me shku atje, për 4 vjetë i boni shtesat e thmive, i boni shtesat ndim për gratë që lindin. Fermert për 4 vjetë e Albinit, këtë fermert e Kosovës kanë përfitu prej grandeve e seneve tjera. Për 4 vjetë janë bo qatë shumë sene që dëvynë 3 dit me përmenë. Jo për 25 vjetë, s'keni bo bërshit kur gjonë. Qatë asfalt që i keni shtru ato këtu, edhe ato keni shtru ka 3 herë, ka 4 herë, të e vjellë, edhe në që se ka dikush që del, edhe më thetë, po deputet, është një rrugë e mirë që ushtru pe i opozitës, unë e japë shka dënë. Ajo më ushtru, po edhe qaja që ushtru ke që burë. Bënë e menë gjysa autobanit Kosovës o dëmtu për 4-5 vjetë. Se kanë vjedhë në asfalt, e kanë vjedhë në tanat, e kanë vjedhë. Nuk është në regull kjo. Jo për na po dënë me ardhë në qeveri, po ti po dënë, po do të me të votu dikush. Do të me të besu dikush. Se sëti kanë që ato 4 miliardash, se cilë bënë e menë 3 partit e mdoja, ka 30%, 10% i lonë qështu për Kosovë me pagun e rrugë të pushtë e përpjetë, ka 30% ta arrujnë 4 miliardashin. Ta arrujnë, se këta dojnë ta me përqindje, se Bedria është shumë i fort matematik, për që si punë në konë, a gjithë e ka do tallin të tonëve, Bedria. Me përqindje e ka do, ti që kash, ty takon që kash, ty takon që kash, ti që kash. Jo, këta janë për kësi punë, për me do parat për veti, këta janë shumë fort. A marë shëqër që pople nuk për i besën. Po nëse shie me 28-in e javë kalzone e vanin kë e kini, e tani ju bani shka dëni, ndash në qëse dëni me eliminani, po një ditë sigur që Albini asë nuk ju respekton e asë nuk ju tutët juve. Që ato jam i sigur që aj që të 2 sene i ka për që ata poplu i besën. Se asë nuk ju respekton e asë nuk ju tutët.